Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahu xhalla xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet mbi pejgamberin alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe trasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër besimtar të pranishëm. Allahu xhalla xhelalu është krijuesi ynë dhe I kësaj gjithësie dhe ai ka vendosur standardet e jetës tonë, po ashtu dhe kriteret për të jetuar. Në bazë të krijimit ton ka parapa dhe standardet e jetës. Konform interesave tona ka përcaktuar edhe kushtet. Prandaj një prej kritereve bazë dhe prej prioriteteve objektiva madje që ka vendos Zoti I Madhreshëm dhe me te ka ardhur feja islame është dhe kapitali, pasuria. Siç dhe ju premtova se edhe në hutbë do të flas për pasurien, për të ardhur pastaj deri te zekati. Andaj të ndershëm vëllezër, prej cilësive të Allahut, atributeve të Allahut është se ai është Ar-Razzaq, gjithë furnizuesi. Allahu I Madhreshëm jo vetëm neve si njerëz që na furnizon, I furnizon edhe kafshët, edhe shpezët, edhe insektet. Dhe në bazë të nevojave tona Allahu ka vendosur rizkun në mënyrë të drejtë, siç thot Allahu në Kur'an, "Ela ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir." Në kapitullin pikërisht të kapitalit gjendet ky citat Kur'anon, suratul Mulk. Allahu xhalla xhelalu thot, "Po si nuk e din gjendjen e juve, ai I cili ju ka krijuar kurse ai është I butë dhe është I gjithë ditur për gjendjen e juaj." Prandaj të ndershëm vëllezër, nga urtësia e Allahut është se I ka dallu njerëzit në këtë kapital. Disave ju ka dhënë më shumë e disave më pak. Dhe arsyet janë të shumta. Mirë, po ajo që është për të thënë është se ata që kanë më shumë pasuri, pra kanë obligim ndaj atyre që kanë më pak. Dhe realiteti I bie se ata që kanë më pak kanë hisën kapitalin atyre që kanë më shumë. Por jo se këta që kanë më pak duhet të dembelaven. Edhe të shtrin kamët, edhe të njihen mirë, masi po punoj ka dikush për mua, s'kam nevojë me punu. Jo kështu të ndershëm vëllezër. Nuk ka ardhur Islami me këtë standard. Por duke qenë se Allahu xhalla xhelalu pra I ka bothët, ju ka bë sprovë të njëri tjetrit. Allahu e ka bë të smuarin sprovë për të çnoshin, të varfërin sprovë për pasunikun, fëmijën sprovë për prindi dhe anasjelltas e kështu me radhë. Dhe duke u nisë nga ky koncept të ndershëm vëllezër, duke qenë se nuk jemi të barabartë në kapital, siç nuk jemi të barabartë në gjëra tjera të jetesës, se kjo është aja urtësia e jetesës tonë, sepse sikur të ishim edhe të njëjtë, pastaj dhe jeta nuk është interesante dhe nuk do të kishim shumë kritere që I kemi sot. Por mbetet që ne ta e marrim përgjegjësinë secili që e kemi. Atëherë pra, të ndershëm vëllezër të pranishëm, duke qenë se kapitali është pasuria, është standard jetik, pra për faktorin njeri, për të mbijetu, e pastaj për të integru, për të zhvillu, për të martu, për të shkollu, për të mjeku, Zoti I Madhreshëm me urtësinë e Tij ka parapa një shumë simbolike, shumë simbolike 2.5 në 100 në disa mallra, jo në të gjithë, madje edhe me kushte siç folëm. Prandaj të ndershëm vëllezër, Allahu I Madhreshëm për të ardhur pasuria ka parapat disa mekanizma furnizues. Prej mekanizmeve furnizues që ne furnizohemi, Allahu I Madhreshëm e ka legjitimu tregtinë. E ka bërë legjitime tregtinë që përmes tregtisë të furnizohemi. Pastaj e ka bërë legjitim trashëgimin. Trashëgimi është pjesë mirasi, është pjesë e punës tonë. Pra, Allahu nuk ka dashur që mundi I atij që punon të shkon hoç pas vdekjes tina, por ajo të trashëgohet, që lihet trashëgimtarve, edhe trashëgimtarët mbeten të pasur dhe I shkon shpërblimi atij që e kalon. Pra, asnjëherë nuk jemi në humbje. Pra, sot jemi gjallë, lodhemi, për të bërë kapital du të mu lodhë. Por, shumë ja vlen. Llogarit sot xhamin e ke bërë ti. Wallahi vëllezër, na për çdo ditë kur I shohim nëpër media sot, e sidomos para 2 dite,
Për shembull, me një natë ka dhe 5 milionerë me grumbullu një hoxh për interesat të këtij vendi, e grumbullon Bashkia Islame prej parave të juve. Na krenohëm e vëllezër, se kjo i mirët të pasurve tonë ju kthehet të varfërve tonë. Pra kemi kuptu që vërtet në këtë shoqëri ka hajër, por kemi nevojë pak me lëviz shoqërinë, kemi nevojë me vetbesu të ndershëm vëllezër. Prandaj, nëse lodhesh ti me zekatin tonë, me sadakon tonë, ke ndërtu xhami, ke ndërtu shkollë, ke ndërtu shtëpi të varfër, infrastrukturë të tjetër, që krejt shkon në emër të sadakas tonë, së e gjallë. Pas vdekjes, krejt ato që mbesin ato objekte ty të shkon sevapi. E nëse ja vlen trashëgimtarëve, fëmijëve, nipave, prapa ata kanë mulut për ty dhe të kimu shpërblim për te. Pastaj prej mekanizmave të ndershëm vëllezër është edhe zekati. Një ndër mekanizmat e furnizimit, e mbijetesës, e zhvillimit është zekati. Zekati të ndershëm vëllezër nuk është pasuri vullnetare, nuk është një çështje vullnetare, obligative. Zekati o vëllezër shtylla e tretë e Islamit, mas shahadetit edhe namazit, pason agjerimi dhe haxhi. Prandaj të ndershëm vëllezër, duhet ta kuptojmë si obligim për të pasurin. Është obligim nga unë Allahu xhël xhelalu, thirrje hynore të shumta në citatet kuranore, por afër 30 citate thirremi bashkë me namazin me dhënë zekati. Kështu na bën thirrje Allahu në Kur'an: "Wa aqimus salate wa atuz zakat." Faleni në namazin dhe epni zekatin. Allahu xhël xhelalu të ndershëm vëllezër, asgjë nuk përmend librin e tij rastësisht. Rastësisht të dyja i ka përmend bashkë, jo të ndershëm vëllezër. Nga mësimet dhe urtësitë që kanë përmend studiuesit është se namazi rregullon aspektin shpirtëror, mental dhe fizik. Kurse zekati rregullon aspektin shpirtëror, ekonomik dhe social. Kur këto dyja bëhen bashkë, rregullohet individi dhe familja dhe shoqëria. Por nuk mund të jepet zekati pa u dhënë para. Pse s'or një herë zekati tani namazi, po një herë or namazi tani zekati, sepse nëse e rregullojmë namazin, pra kemi rregulluar në shpirtërore, e kemi largu edhe kooperacinë tahmaqarllakun, e nxjerrmi edhe zekatin. Prandaj Allahu xhël xhelaluhu në Kur'an thotë: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha." Merr nga ta zekatin, i drejtohet Allahu xhël xhelalu pejgamberit alayhis salam, dhe ky urdhëm vlen për gjithë neve deri në kiamet. Merr nga ta zekatin që t'ua pastrosh mbrëndinë e tyre dhe t'ua shtosh kapitalin, t'ju shtohet kapitali, t'ju zhvillohet kapitali. Prandaj të ndershëm vëllezër, çdo kush i cili plotson kushtet e zekatit e ka obligim nxjerrjen e zekatit. Dhe dobit nga nxjerrja e zekatit janë shumë dimensionale. Unë po i theksoj dy lloj të dobive. Në radhë parë të ndershëm vëllezër, dobiti kthehen dhënësit, ai që e jep. Hajrin ja sheh në fillim ai që e jep. Dhe prej dobive që i ka ai që e jep zekatin, në radhë parë e kryen urdhrin e Allahut. Kur pra ti e jep zekatin, jetu e kryeni urdhën të Allahut para se ta ndihmosh fukaran. Jetu e kryeni urdhën të Allahut. Pastaj të ndershëm vëllezër, përveç urdhit të Allahut, prej dobive është e fisnikrojmë shpirtin ton, e pastojmë ndërgjegjen ton, e largojmë kooperacinë. Llogaritni sa na ka dhënë neve Allahu. Kthe nuk po thot Allahu kur i kon para 20 vjetë, ku e kon 30 vjetë. Sot ku më dhon sot, pra përmes zekatit e fisnikon aspektin shpirtëror. Pastaj të ndershëm vëllezër, me këtë ne e shtojmë mallin. Allahu këtë e ka garantuar. Allahu në suratul Baqara te ajetet e komatës lexoni. Allahu thot: "Yemhaqullahu riba wa yurbi sadaqat." Allahu e zhduk, e falementon komatën, e zhvillon zekatin edhe sadakan. Pastaj zekati o vëllezër mbron pasurinë. Kështu ka ardhur në disa tekste gojore të pejgamberit alayhis salam që janë kontestuese në zinxhirin transmetues, por punohet me to. Thot pejgamberi alayhis salam: "Mbroni pasuritë e juaja, zekatin, sadakan përmes dhënies." Pra është mbrojtje e pasurisë. Pastaj të ndershëm vëllezër, dhënia e zekatit është shenjë falënderimi ndaj Allahut që ta ka dhënë. Llogarit ku kemi qenë, llogarit një në dorë mos me pas, llogarit syt mos me pas. A do ta kishim këtë kapital? Prandaj kur ne japim zekatin e falenderojmë Allahun për këtë kapital. Të fundit që po e ceki se shumë ka prej të mirave, dhënia e zekatit, zekat dhënësi është cilësi e banorëve të xhenetit.
Nëse dojmë që t'jem prej banorëve të xhenetit, të ndershëm vëllezër, e pe zakatin krejt i ki çdo benefite plus 3 shpërblimi. Gjithsesi të ndershëm vëllezër, që nga dhënia e zakatit ka dhe dobi të tjera, janë edhe dobi shoqërore. Shoqëria përfiton se zatën kjo normë është para pa për balancimin e vlerave të shoqërisë. Prandaj, prej dobive të shoqërisë në radhë parë është se e ngritim shoqërinë, e zhvillojmë shoqërinë, ja dojmë të mirën e shoqërisë. Ja sa mirë na ka thënë pejgamberi alayhis salam. Nuk është besimtari i mirë ai i cili nuk ja don vllaut të tij ato që ja don vetvetes. E nëse na ja don të mirën vllaut ton që e kemi prej një barku të nënës, edhe të afërmit, kushëririt, edhe tjetrit, nëse dojmë shoqërinë tonë të mirë, atëherë ta nxjerrim zakatin, sepse kështu zhvillohet shoqëria. Pastaj të ndershëm vëllezër, përmes dhënies së zakatit pasurohet shoqëria, largohet varfëria. Statistikat botërore flasin, e ne po flasim për vendin tonë. Sikur të pasurit e vendit tonë ta epnin zakatin, nuk do të kishte të varfër të cilët dalin në rrugë. Prandaj të ndershëm vëllezër, pra e ngritim nivelin e shoqërisë. Dhënia e zakatit të ndershëm vëllezër, përveç këtyre që u thanë, rregullon raportet ndërnjerëzore. Edhe këtu po i them një dy fjalë. O shumë e rëndësishme të ndershëm vëllezër, çdo normë që Zoti e ka përcaktuar fizikisht. Kur ti shkon te i varfri, e prek të varfrin, e sheh ku jeti dhe ku janë shoqëria. Sepse shpesh njeriu harron ku është. I pasuri, për shkak të angazhimeve të mëdha, punë shtëpi, edhe harron që ende ka njerëz që vujnë për kafshatën e gojës. Ende, pra nuk kanë kul mbi kokë. Kur shkon dhe shet varfrin, por ulet, sikur të Ramazani këtë ka një prej urtësive të Ramazanit është, sepse ne e ndjejmë varfrinë dhe vështirësinë e atij hallëgjisë që s'ka. Pra, këto ta mundson dhënia e zakatit. Edhe një të fundit që po e ceki, është se të ndershëm vëllezër, përmes dhënies së zakatit eliminojmë shumë dukuri negative. Sikur të jepej zakati si duhet nga ne, nuk do të kishte vjedhje kaq sa ka. Nuk do të kishte probleme kaq sa ka e të ngjashme, por këto janë disa prej vlerave të dhënies së zakatit. Dhe për ta mbyllur pjesën e parë të hutbes, patjetër duhet ta cekim edhe një lloj të furnizimit që pikërisht ekskluzivisht ka ardhur ky urdhën dhe kjo normë në fund të Ramazanit. Sadakatul fitri, zakati i fitrit, zakati i pastrimit. Por don më na pastru Allahu xhele xhelalu. Të ndershëm vëllezër, Allahu është rahmetxhi i madh, shumë i mëshirshëm për neve, shumë falës i madh. Llogaritni Allahu po don krejt sa argumenti ka ardhur që muaji Ramazanit, ai që agjeron me besim edhe me tu kërkuar shpërblim i falen gjinohet. Ai që quhet mu fal Ramazan i falen gjinohet. Ai që quhet natën e Kadrit i falen gjinohet. Prapë Allahu po don e kalon një mekanizëm që mund na pastru përfundimisht ai sadakatul fitri. Transmeton Ibn Abbas radhiyallahu anhu ku pejgamberi sa ka thënë: Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-saim. Thot Ibn Abbas e ka obliguar, e ka bë farz pejgamberi sa sadakatul fitrin pastrim për agjerusin min al-laghwi war-rafath, nga disa veprime të pahishme ose ndonjë fjalë e cila ka rrjedh. Llogaritni, edhe na i fjalë nëse na ka ik, edhe pse mi kanë shumë të përgjithshëm, të kujdesshëm, ose na i lëvizje, sadakatul fitri edhe çato ta largon. Pse? Allahu po don tamam na me kon meritor të natës së Kadrit. Tamam me dal në ditën e Bajramit pastër të ndershëm vëllezër. Edhe pse është shumë simbolike. Dhe arsyeja e dytë e sadakatul fitrit, wa tu'matan lil masakin, një shujtje, një ndihmës për të varfrit, që edhe ata që nuk kanë, pra ta e gëzojnë Bajramin dhe pra të kenë edhe ata dhe fëmijët e tyre që të festojnë së bashku. Prandaj të ndershëm vëllezër, këto janë disa prej mekanizmave të furnizimit. Allahu na mësoft që t'i kryjmë zakatin, sadakatul fitrin, të afrohemi tek Allahu xhelle xhelalu, ashtu siç ai është i kënaqur. E them këtë që dëgjuat, kërkoj falje për vetë edhe për ju, kërkoni dhe ju falje sepse Allah është falësimor. Të ndershëm vëllezër të praneshëm, fola për disa mekanizma të cilët na mundsojnë që të pasurohemi dhe përfundimisht fola për zakatin dhe sadakatul fitrin. Kategoritë që ju takojnë zakati dhe sadakatul fitri, Allah i ka përmend 8 kategori në Kur'an. Për sadakatul fitrin dietarët thonë hyn 2 të parat të varfrit dhe skamnorët.
Mirë po, edhe këta janë me prioritet. Unë duhet ta përcjellin një mesazh jo vetëm formal, por një mesazh real të ndershëm vëllezër. Institucionet tona fetare, Bashkësia Islame, medreseja, Fakulteti i Studimeve Islame, vetëm imburim e kanë qita. Pra në vendin ton, vendi ku prodhohen hoxhallarët, vendi ku mahat feja, që është institucion, është Bashkësia Islame, me derivatet e saj, degët e saj që i ka. Prandaj të ndershëm vëllezër, me që nuk ndahet asgjë nga shteti për medresen dhe Fakultetin e Studimeve Islame, vetëm të burime kemi me ne ju. Pra që me zekat, me sadakatul fitr, edhe pse edhe sadakaja përgjithshme do të duhet të derdhej. Sepse tham do të kemi prioritet. Numri i madh qindra mijë nxënës që mësojnë, pra në medresen Fakultetin e Studimeve Islame, mungesa e të hyrave, pra e pamundson zhvillimin e këtyre institucioneve. Prandaj të ndershëm vëllezër, bëj thirrje edhe në mënyrë institucionale, po edhe unë si qytetar, sikurse ju, pra të kemi prioritet vendet të cilat pra pamundësia e zhvillimit të tyre pamundson zhvillimin e Islamit. Prandaj pra të ndihmojmë institucionet tona fetare me theks të veçantë, pra institucionet ku zhvillohet arsimimi fetar, medresen, Fakulteti i Studimeve Islame, po ashtu edhe nevojat të tjera që kanë institucionet tona fetare. Kështu e hiqim obligimin ton para Allahu xhelle xhelalu, po kështu edhe shpërblejemi, sepse ndrysh është të investosh për një kërkues të dijes, sa merr dije ai, sa lexon ai, ty çkan hise sevapit. Sa ai tani bën hoxhallak, edhe bën aktivitet, ti e pjesë e tina e shumë favore të tjera. Allah na mëson të jemi të hajrit, të dobishëm për vendin ton, për familjet tona, për shoqërinë tonë. Allah na mëson që të jemi prej të pranuarve gjatë këtij muaji, me që kjo është edhe ligjërata hyjtja e fundit në këtë muaj. E lut Allahun e Madhërisëm mundin tonë dhe t'ju dhe gjithë muslimanëve, Allah ta e pranon namazin, agjerimin, lutjet tona, përmendjen, zakatin, sadakan. Lusim Allahun xhelle xhelaluhu që ta kemi mbërri natën e Kadrit dhe të kemi qenë prej të amnistuarve. Lusim Allahun xhelle xhelalu që të presim edhe shumë Ramazane të tjerë, duke qenë Allahu xhelle xhelalu i kënaqur. O Zot, mëshirona, falna, udhëzona, shëroj smundjet tona, mëshiroj të moshuarit tanë, mëshiroj të vdekurit tanë, lehtësoj gjendjen e muslimanëve kado që është. O Zoti ynë, pranoj të prej neve dhe të gjithë besimtarëve të gjitha veprat e mira.